Hajde luj qyqek, o mori shyret, tina kalle krejt, jep pak lezet. Ban ma pytjen. A ban me fol? Turmeq, jam këtu me një djali cili jeton në Austri. Ka arsa në pushime në Kosovë, e kush tjetër është që i tranoj keq femnat e TikTokit. Ajo është Meti Bu. Përshëndetje. Përshëndetje. Met qysh je? Mirë, faleminderit. Met, ati që i Meti që vingut qikat a? A qikat po dojnë vetë? Po më dojnë vetë. Po dojnë vetë. Qka ju ke bon këtëve qikat që po tranohen mas teje bre? A je single? Po. Single. Meti nga je? Nga sore kam jetoj në Austri dhe jam lind në Austri. Je lind dhe e rrit në Austri. Po. A ke nuse? Jo. S'ki nuse? Single, a thove? A single? Jo për thash në shti single, po single on single të single as njani. A ban tash në mu të bot ty një pytje? A ban me folja O, në jo. Met, ban ma pytjen. A ban me fol? O jo. Lojën që e lujna na në rrjete sociale, në TikTok, me Metin, bojna lojë me denime dhe thojna a ban me fol. Met, qysh do të më ka një femën për ty? O, shumë zërë më kom për mu. Yes, ma zërë. Qysh do të më ka? E se është me respektushme. S'po di, tonat mirat me i pas. Jo, tonat mira, jo, mës mi pas tonat mirat mës mi pas. Met, a më kje ndjek mu e jashta TikTokut, apo vetëm TikTok? Edhe jashta TikTokut. Qysh jam, one qysh do këna hajtë, kalëza për shpirtin të më ëmbël dhe të bukur dhe të pashëm. Ti je plot pozitivitet edhe çdo njeri do të me pas pozitivitet. Vallaj nga shka po të thëmë, unë e pozitivitet po, a qasësh një shka kjesës unë i thash mirë, një qasësh ne, edhe ti po. Lumë familja që të kanë. Faleminderit. E kini kulturë dhe një heshtje kulturore, ka të ka boke edukat aqe mirë që e kite. Se të kini shpirt shumë të bardhë, po ta thamë shumë se... Faleminderit. Familja më Dhe kanë qka mirë është në Austri? Mos je punoj. model? Jo, kom pas oferta mas kom pranu. Seriozisht? Po. Unë e di që ke pas edhe një kërkes për një film. Në Po. Kosova po në Austri? Është jashtë për diaspor, është më konë si një serial. Humor. Okej. Po. Unë kam veç djallë që jeton jashtë Kosovës edhe që i vesht këto veshje tradicionale, kombëtare, si të s'kom pa. O, faleminderit. Seriozisht? Gjatë i veshjet. Edhe në qytet dalë me tu. Seriozisht në Po, Austri? po, me- Shka të thuj shok të kordel? Knoqa, nuk bëjnë foto me mu. Ti di mirë me kësy? Austriak nalin, po. Seriozisht? Austriak Akcena? Që tua? Po? S'kena muzikë. E unë ta baj muzikën. Qysh? Hajde. Ajna gati? Hajde. Hajde luj qyqek, o mori shyret, jepja pak lezet. Hajde luj qyqek, rapatapatap, rapatapatap. Ngam. Sa moderatore i kinë rrjete sociale? 7. 7. Po. Krejt femna single, apo? Gjys. Gjys, po. Pse një mashkull se kishe shti dara të femna? Se i kom krejt bia edhe tutna se po me ngucin. Kejt bia? Po. Oj, bia. A dini me qitë flia, ju fknat zëmra, dilit e tepsia, se pa tepsis moni. Qka kishe ndru të gvetja? Jam pak i marrë shumë që ta i kesha ndru me hek. Vallahi nefsh me mua dhe një 2 dit. O, këmë të hek marri. Atë ka shku me një najher me kësyn shesh? Po. Me hek mikrofonin? Po ta dojna ty, pra. Një budalis në pa. Shka i thot asaj? Kujdes mikrofonin. E thash se pithen hund. Ngam. Met. Po. Para një vjete, në qëtë ven, o ka një rasti që të kom pa. Po. Ke ik prej me si prej e gjelit. Po. Pse u ktheve te e gjeli pas një vjeti? A e dim se? A thoj njeri mëson pe i gabimeve. E vërtit? Jam mësu. Je mësu? Tash jena shok. Po.
çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë atyre personave që jetojnë jashtë Kosovës edhe kanë marrë për me arrit aty ku dojnë ata? Se s'do të me pas qysh mora. Jo, çfarë mesazhi ju kishte dhënë ngojmë pyetjen mirë. Se unë e di që ti e den, sepse je shumë i zgjuar, po mënyra e artikulimit të fjalorit është pak më ndryshe sepse ti je rrit jashtë Kosovës edhe do të më kuptu se sa mirë e fol gjuhën shqipe. Kjo është fal familjes tonë që të ka edukuar në këtë mënyrë. Po, mënyrë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë atyre personave që jetojnë jashtë Kosovës edhe dojnë me arrit edhe kanë marrë ose smujnë me arrit? Mas pari do të me dasht vetin për me mujt me arrit. Jo vetin për dojmë, ja Po, pas me desht vetin im shëjnë banderit me krye. Ka shumë njerëz se s'kan besim në vetin. Ato do të me hek, do të me pas mas pari besim vetin për me arrit. Gjithë shka mon me arrit njeri edhe me pas familje në krah. Kur ta ki familje në krah, jekon krejt. Mon me arrit gjithë shka. A thëm diçka. Po. Allah hile, a e kishe marrë një nuse më ta gjithë nana? Po. A ta gjojna qikën e Miradijës? Jo. Gjilfirijën, ose e miro Gjilfirija, di me qitë sarma, di me qitë pite, di me nëreq edhe lull papodije. E qysh ketash puna për me këcyn shesh? Me këcyn shesh veç lesja muzikës edhe këce. A kësejna halo? Hajde. Hajde edhe një Allah hile veç për mu edhe një 3 hapa. Mos ma prish qefin, mos ma prish. Mase, kur të më prishet më qefi, më dohet zemra në 12 pjesë, edhe më bajramin gat, 12.000 pjesë më dohet kjo zemër e jemja e bukur e ambël edhe e njëm, e gjëna, në mujnë e shejt Ramazanit, njerëz do të me bave që mirë, a qështu? Normal. A këcena edhe një herë? Këcejm. Hajde, ama këse mirë, hajde luj qyqek, o mori shyret, tina kalle krejt, jepja pak lezet, hajde luj qyqek, rapatapata, dredho pak, dredho. Ta zamrën. He, trujt zoti, faleminderit që ishe pjesë e jona, e ju të dashur miq, rrini me neve sepse sot prej sheshit Prishtinës, një djalë që jeton jashtë Kosovës, o lind dhe o rrit në Austri, po traditat kosovare nuk i ka harru kur. E mbi gjitha, kjo është arsyeja se familja e kanë edukuar në këtë mënyrë që me ditë fjalorin e gjuhës shqipe, e para dhe traditat tona, një djalë që i veç veshjet kombëtare kudo që shkon. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse e bukra ka një emër, a emër rina na Kosova Info me mua për parimin.